përveç tyre. Do dalim aty sekond se Jo, po thoja që, po thoja. interesante. Ta atë dhe biznesmen për çfarë? Po them, ka ardhur momenti që aeroportit i kaloi izraelitëve. Absolutisht po. Ky hedh Më falë, ke dëgjuar lajmin e fundit me akuzën që ka bërë Endri Meksi në SPAK, kur e kanë pyetur për të vërtetën e sumeve iraniane në sistemet tona kibernetike? Jo, atë jo, vetëm kam ndjek një Okej. 3 emisione që ka qenë ai. E ke status e mirë vitit 2023, 2024, 2022, që s'ka pas kur sulm të Shqipërisë nga Irani, ka qenë vetëm operacion i brendshëm, dhe sot gjithë sigurinë tonë kibernetike ka Izraeli. 100%. Jo 99.99%, 100%. Ka fillu pushtimi në vend, po nuk e shohin njerëzit, se nuk duan ta shohin, se janë mirë duke mos e parë. Duhet të shajnë pak i goxhen ata. Se aty kanë natë. Se kupton që ky vend jo kanë marrë vend. Ky është realiteti. Po jo, po bëja një supozim lidhje, domethënë që Pacolli e shlon, siç doli tha, mirë një lekë tha dhe me egzoj nuk e du mo. E nxorin shitje për kuata. Se kuata e bin lekë. Jo, nuk e ke shkurtuar. Kuptimin e fjalës. Ai tha, unë po dorëhiqem, tha. Po shkojnë gjykat, një sekond. Supozoj kontekstit. Të lutem. Ti saktë në fjalët e tia. Po dorëhiqem. Fjalët janë gjë tjetër, Po nuk shes gjë. Nuk shes gjë. Fiksohet atë gjë. Sepse këtu është paradoksi i kësaj historie. Shteti shqiptar do i paguaj lekët nesër pas në gjykat ndërkombëtare Paçollit. Po do t'i marrë lekë të vete, po pse? Po jo kush do ja paguaj? Po jo pra, kush do ja paguaj? Kush do ja paguaj? Atë morën vesh. Te paguajmë ne. Kurse aeroportin do ta morin gati çufët. Pa lekë. Bukur. Si një zgjidhje e krizës, sepse nuk punon në aeroport, do vjen punë sa më shpejt. Janë mjeshtra, janë të papa. S'ke magji? Janë të papa. Këta janë, e ka thonë ai Pjetër Arpnori e ka qarë, nuk janë socializat specialistë.